Istanbul ka shumë shqiptar, e jemi tek një restorant, një shqiptare, jemi tek Ondo, e këtu do t'jas bashkë me mua, menaxheri i restorantit, Ismet Bytyçi. Edhe emrin edhe mbi emrin shqip, edhe flet shumë bukur shqip, se ka hezitu pak në fillim. Por që do na tregoj më shumë rreth restorantit edhe që sa vite është restoranti, çfarë ushqimi keni këtu? Ondo është që vetë ka bën 21 vjet. 2004 që në restorantin, 21 vjet jemi këtu. E kemi gati 1500 metra është venin, edhe 68 punëtore kemi, edhe organizacion, qështu e kemi, qështu, këto. Do të thotë keni gjatë gjithë kohës kështu kaq të mbushur, se kaq shumë janë. Po, edhe në akşam për 60 ma shumë. Veç apet terën në akşam 10, full është, veç tash edhe kapak, gjithë det jemi qështu, kalablak. A mund të na tregu pak më shumë edhe rreth vetës? Sa shpesh vini në Kosovë? Unë shumë, Ç'është është ajo lidhja ju ndoshta me Kosovën? Vit 5-6 herë jam unë në Kosovë. Dhe për qef për vi, veç jo punë, veç me qef, kam shumë qef me ardhë Kosovë, dhe para 2 javë jam kon atje, edhe Kosovë është veni jam, Prishtinë është veni jam, për ata gjithë shkoj, gjithë. Po, tregona edhe pak rreth restorantit. Qysh po shkon gjithçka deri tash? Gjithë qysh po shkon, sa ba herët për qelim dëgojnë, sa të 10, ka 4 punëtor veç me pastru restorantin një herë, edhe vinë këto baqen, atje 2 baqe i kemi mrena, tualetat atje mrena, këti pastrojnë, dhe 2 saat e gjys e kemi punë veç me pastru. Tani saat e 12 vjen kada në mështeria, terën 2 e kemi punën full, tani pej 2-5 shkon qështu, kapak, veç apet kalablak, terën 5 vjen në akşam kër shelëm dugojnë, edhe atje full shkojnë. Qështu i kemi shumë kalablak punën, veç pelollëm shumë veç mirë, apet mirë. Çfarë ushqime shërbeni? Për gjithë ata nga Kosova, nga Shqipëria, nga rajoni që dëshirojnë me ardhë, me vizitu Istanbulin, ndjeni që e keni një vend shumë shqiptar, me ushqime shumë mira, po na tregon më shumë Ismeti se çfarë ushqime ka këtu. E kemi 2 kvalitete, kemi kebapin, turqisht thonë Adana Urfa. Kjo emrin është turqisht. Veç kur vjen misafiret shqiptare, unë e thoj kebapa 2 kvalitet, edhe djeks, edhe pa djeks. I merrem me ashtu ma mirë. Ka 2 kvalitet pule kemi, me sos e kemi pulin, edhe veç pul sop edhe me krahen. Do bëjmë sosin mirë. Edhe mushkni e kemi, kvalitetin numër 1. Këtu Turqelia shumë ka qeft me hangur mushknin, edhe shumë shkon. Edhe një qëp shishe emnin është, turqesht, edhe ajtë sop mishët është. Kjo 2 kvalitet është numër 1. Mushkni edhe qëp shish emnin është, kjo numër 1 është këto. I përmendje edhe shqiptarë që vinë. Sa shpesh vinë shqiptarë dhe çka ju pëlqen më shumë me provu? Shqiptarë shumë shpejt vinë, se e dini këto shqiptarë janë, po, shumë, e kur im shkoj une atje shumë kallzoj familjen, atje jenë kalablak, kur i vjen, ditën nashta 2-3 familja vjen këto. Unë nashta s'kom të veç, e din që është venin shqiptarit, shumë shpejt vjen, edhe kalablak vjen. Po shojmë edhe, ndoshta në pamje mund të ashini edhe një nusë dhe një dëndër me familjen të tyre që kanë vendosë që ditën më të rëndësishme të tyre ta kenë këtu tek Ondo. Dhe po shojmë gjithashtu edhe shumë familjarë të tjerë që janë këtu, ishte kënaqësi edhe jona si ekip e emisionit Pasion e Profesion, të jemi këtu dhe të provojmë ushqimin i cili është shumë fantastik. Keni edhe një restorant tjetër? Po. A mund të shpëna tregu se ku është edhe çfarë ushqimi ka? Ushqimi është njëjtë. Po, po. Pe këtu i është një 15 km, ma lartë, ma i vogël, veç ma turqisht thonë butik, ma butik është. Punëtore është ma pak, 25 punëtor e kemi atje. Kvalitetin njëjtë është, veç një katë, veç një veni shumë metropol, ma mirë një veni është atje. Po. Ju jeni edhe kështu ekipa e restorantit jeni familjarë.
Po. Na tregove që keni shumë punëtor, dhe na ke treguar edhe mbrapa kamerave që përkujdeseni për punëtorët e juaj. Na ke treguar që edhe pjetjen dhe gjitha i kanë të siguruar. Po, a keni pas punëtor shqiptar? Unë me punëtor shqiptar shumë pak kum punu. Se kjo sektori restorantit s'punon shqiptar. Ka restorantet, drejtorat shqiptar ka veç, punëtor shumë pak, që s'punon. Ma kvalitet tjetër vend, s'punon, se këtu shumë rron është puna, edhe shumë zor, edhe me saat, me vakt është shumë. Ka që 10 saat, 11 saat punon. Puni është zor, per ata shqiptarë pak ma rahat janë, per ata s'punon. Na tregove për ushqimin, po edhe disa pamje të ushqimeve të cilat përgatiten në Ondo, po a mundesh na tregu diçka për Stambollin? Istanbullet, unë me kauzu Istanbullet e? Pse duhet vinë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion në Istanbulli është shumë kallabllak, veç shumë e mirë. Mirë është shumë e mirë Istanbulli. Çka ka diçka më të mirë në Istanbul? Çka bën më të mirët Istanbul? Ka vend me shëtyt shumë një herë, shumë ka. Bospors, atje nashte i ka një Ortaköy, Bebek. Kjo vend ato është dynjajt numër 1 për mu. Me gjërësirit me po, është numër 1. E kallabllak shumë ka vend me hangër, kvalitet. Edhe qështu shumë. Yani, amëlsijat shumë, ka kvalitetit shumë, i nënëm super. Edhe buk me hongër është numën. Munësh me gjithë gjithë vend diçka interesant, Istanbul. Po qysh i fton shikuesit e emisionit Pasion e Profesion me ardhë në Ondo, me provu ushqimin këto? Ondo, kur zhdryp airport, veç taksijat me thu Ondo, Alibeköy, edhe u kryt. Me njëherë vjen këto, pa problem. Edhe si shqiptar, normalisht e kemi tradit, e kemi një gjak që mi pritin ta kemi gjithmonë madhështore kështu, po e them madhështore sepse kudo që shkojmë ku ka shqiptar është mikpritja fantastike dhe presim kështu si s'po na pret këtu në Ondo. Faleminderit shumë edhe për këtë intervistë, për kohën që po e ndajt me ne, por gjithashtu për ushqimin fantastik që e patët. Faleminderit.